Pacha me ju o vëllezër dhe motra. Sot vazhdojmë me kapitullin e 14 të Ungjillit të Gjonit. Le ta dëgjojmë. Nëse më njohët mua, do ta njihni edhe atin tim. Qysh tash e njihni dhe e keni parë. Filipi i tha, Zotëri, na defto atin e na mjafton. O Filip, i tha Jezusi, kaq shumë kohë jam me ju e nuk më njohë ende? Kush me ka parë mua, ka parë edhe atin. Si thua pra, na e defto atin? Po a nuk beson se unë jam në atin e ati është në mua? Fjalët që ju a them, nuk ju a them prej vetvetes. Ati që banon në mua, i kryen veprat e veta. Me besoni mua, unë jam në atin dhe ati është në mua. Për ndryshe, besoni për shkak të vetë veprave. Për një mend po ju them, kush beson në mua, veprat që i bëj unë, e ai do t'i bëj. Madje, do t'i bëj edhe më të mëdha se këto, sepse unë po shkoj tek Ati. Dhe çdo gjë që të kërkoni në emër tim, do ta bëj, që të lavdërohet Ati në Birin. Nëse do të më kërkoni ndonjë send në emër tim, do ta bëj. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Vëllezër, Ungjilli gjithmonë është i pasur, por unë kam dëshirë më përqendru në 2 ose 3 gjanat. Gjë e parë është këtë lajm jashtë zakonshëm. Në Krishtin, në çdo gjë që ai thot, që ai bën, në çfarë ai është, ne kemi mundësi me kundru në të vetë Atin. Krishti, paka shumë, kena me marrë një analogji e thjeshtë. Ashtu si fëmijët normalisht janë në përngjasimin e prindërve të vetë, unë shumë herë kam parë tu edhe në Lezhë, edhe në Kish, shoh fëmijët edhe me njëherë kuptoj kush janë prindërit. Këtë gjë ndodh në një mënyrë të përsosur me Jezusin. Në Krishtin e kryqëzuar, sidomos, ne shohim dashurinë e pamazë me të cilën Zoti na don. Në Krishtin e kryqëzuar ne kena mundësi me parë substancën e hyjit, që është dashuria. Këtë dashuri që fiton kundër vdekjes, që te i kalon e çdo mas, që fal në Krishtin, në fjalët e veta, në krejt personin e tij kemi mundësi me kundru fytyrën e Atit. Edhe ne, nëse pranojmë Jezusin, ne mund të bëhemi fëmijë të Zotit. Domethënë që edhe në ne fillojmë me pas ndonjë ngjashmërinë me Atin ton. Kujtoni Krishti kur ai thot që me krye veprat e bukura, që njerëzit duke parë këto vepra të lavdërojnë Atin që është në qiell. Domethënë duke na parë ne që jetojnë si fëmijë të Zotit, njerëzit jo që të qëndrojnë duke na parë ne, por që të lartësojnë shikimin e të bekojnë Atin, duke na parë ne fëmijët e tij, me lavdëruate. Dhe është e mundur që të ndodhë këtë gjë, edhe Krishti e thot që kush beson në të, veprat që ai bën, edhe ai do t'i bëj. Domethënë që ne të duam falas si ai don, është e mundur. Nëse ne besojmë në Krishtin, nëse marrim Shpirtin e Shenjtë që na bën ne fëmijë të Zotit,
Edhe thot Krishti, kjo është pika 2 ose 3, që nëse do të kërkojmë diçka në emër të ti, ai do ta bëj. Që do me thënë, me kërku diçka në emër të Krishtit? Emër është personi. Do me thënë që ne të kërkojmë gjanat të mbështetur në të, në dashurinë e ti, edhe me të njëjtat ndjenjat, me të njëjtën dashuri, me të njëjtën qëllim. Nëse ne kemi ndjenjat e Jezusit, edhe dëshirat e tia, që gjithmonë janë të lidhura me vullnetin e Atit të vet, me dashurinë ndaj njerëzve, me mëshirën, atëherë kemi të sigurt që Zoti, që Krishti do ta realizojë. Por shumë herë gjanat nuk e bëjnë tamam në emër të ti, për këtë arsye nuk e marrin. Por nëse ti je i bashkuar me zemrën e Jezusit, ta dish që lutja jote bashkohet me lutjen e Jezusit, edhe lutja e ti nuk gabon kurrë. Që lëvdu Krishti.